Mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe këtë javë në kronikën e rregullt javore të librit në Mirëmëngjes i Kosovë në televizionin publik të Kosovës të dashur. Lexues të dashur, shikues edhe sot 5 tituj, 5 autor, 5 vepra të reja të kërkuara në librari dhe sot kemi vendosur me visarin që të përcjellim 5 autor shqiptar. Të 5 titujt janë me autor shqiptar, për nga vëllimi që ata kanë përcjellë në librari ka pas të javë një prurje mashallah të botimeve në gjuhën shqipe, kështu që me shumë kënaqësi bile ua transmetoj nga një copës të botimeve të njerëzve dhe penave të dëshmuara tashmë të publicistikës shqiptare, Kudusi Lama. Generali vjen me ushtria çlirimtare kombëtare dhe Maqedonia, dhe me shkas e para, dhe me shkas ky titull, dhe me shkas e përcjellim sot për shkak të zhvillimeve dhe politike në Maqedoni këto ditët e fundit me zgjedhjet lokale atje. Ju e dini, është generali babushi i Kosovës, që është një nga ata studius të rrallë shqiptar, i cili pa zhurmë, por me një përkushtim prej misionari, e ka ndërtuar tashmë një trashëgimi historike, dokumentare, mbi 3 nga momentet më të rëndësishme të historisë së re të popullit shqiptar. Luftrave çlirimtare, flasim për UÇK-n, për UÇPMB-n dhe UÇK-n kombëtare. Në arealin e shkencave të historiografisë, politikës dhe të publicistikës shqiptare të Kosovës, mbase nuk gjendet një autor i dytë që përfaqëson më me aq pesh kompetencë dhe autoritet tematikën e luftrave çlirimtare siç e përfaqëson Kudusi Lama, kështu që jam shumë e gëzuar që po ua përcjell sot këtë titull. Ky libër është një, si thua, mbyllje e ciklit ose tetralogjinë e luftrave çlirimtare, domethënë ka përcjellë edhe libra të tjerë dhe me këtë e përmbyll këtë cikël. Është një analizë me retorikë lartë, evidentim shkencor të fakteve, mendimit të thelluar, gjykimit të mpret dhe kritikës pa pardon që ky libër i Kudusi Lama në një fardore do të mund të konsiderohej edhe një lloj manifesti për ushtrinë çlirimtare kombëtare. Kështu që janë elemente me rëndësi që mund t'i gjeni në këtë libër dhe që autori i argumenton bindshëm siç ka bërë gjithmonë me secilin nga veprimet e tij. Kudusi Lama, generali, është pjesë e Mirëmëngjesit i Kosovës sot përmes ushtria çlirimtare kombëtare dhe Maqedonia. Votim absolutisht shumë serioz, i ri sapo erdhi në librarinë e mora. Kurtesh Devaja, rrugë në gazetari, botimet Fajkonica janë ato që e sjellin. Ja, tek e keni, të shkruash për kolegun dhe mikun profesor Kurtesh Devajën, ndjej krenari, sepse është personalitet i shquar i gazetarisë dhe publicistikës, studius i pasionuar i cili deri tash ka hedhur dritë në shumë çështje që lidhen me historinë tonë kombëtare në mënyrë të veçantë. Devaja është autori i 20 veprave publicistiko-shkencore letrare, në cilat në veçanti shpaloset një botë shpirtërore e ndjeshme e diasporës son ose emërgatës son, kështu që dua që ta lexoni. Është një prej librave që patjetër ua propozojmë edhe shofim. Ky është një libër që shpalos copsa jete nga e kaluara ime, thot në prolog. Në formën e kujtimeve të ilustruara me faktet përzgjedhura nga dokumentet caktuara, do të preken edhe momentet punës, natyrisht momente nga jeta e familjes, si dhe ngjarje e përjetime si gazetar dhe gjithmonë. Ama gjithmonë një gazetar ka se çfarë të thot, ka se çfarë të tregoj, ka se çfarë të shkruaj, sepse jeta e një gazetari është një libër enciklopedik madje, sepse është e mbushur me zhvillimet pafundme. Kështu që bëuni gazetar, gjithë ju të rinj që po na shikoni dhe që në një farë lloj forme jeni në udhkryqjen e jetës suaj për të vendosur se kë profesion të zgjidhni, gjithçka është mirë gjithmonë kur është në rrugën e drejtë dhe kur është në hapat e dijes, patjetër në rrugën e drejtë dhe të bukur të dijes, e të pafundme të saj, sepse gjithmonë ka se çfarë të mësohet, por gazetaria, me që jam e fushës, patjetër që do t'ua propozoj me shumë kënaqësi. Leximi eseistik, janë ese letrare, filozofike dhe kulturologjike që përcjell me penën e tij Ismail Sylla. Sylla është autor i shumë eseve, librave të ndryshme, poezi, monografive e të tjera si këto, por kësaj radhe na vjen me këtë libër që në fakt është ftesë për të hyrë në territorin e mendimit, ku fjala letrare, filozofia dhe kultura ndërthuren për të ndriçuar pyetjet themelore të ekzistencës dhe të identitetit gjithashtu. Autori e koncepton leximin si një akt shpëtimi shpirtëror dhe si një proces kritik përballë sipërfaqësisë së kohës moderne dhe rrezikut të barazisë kulturore. Dhe jemi në këtë
pragun, si me thënë, të veçantë të kapërcimit ndonjëherë, sepse vlerat nuk e di se sa po vlerësohen sot. Vepra në fjalë është një mozaik reflektimesh që çon lexuesin drejt një përvoje të thellë të kuptuarit, kështu që po, me shumë përgjithësi ua propozoj veprën leximi eseistik, që është, siç e tham, një ftesë për mendim të lirë, kritik, për reflektim mbi kulturën dhe mbi vetveten, si dhe për guxim në përballjen me të vërtetën. A kemi sot guxim të përballemi me të vërtetën? Përmes këtij libri Sylla shfaqet jo vetëm si poet dhe studiues, por edhe si një nga zërat më të veçantë të mendimit eseistik shqiptar bashkëkohor. Kjo vepër dëshmon shumë, e keni, është goxha voluminoze, shumë përmbajtësore, edhe dua që ta lexoni. Ismail Sylla. 45 letra për Martinën është një biografi romanore për baban, nga Sabile Keqmezi Basha. Botimet Rozafa janë ato që e sjellin. Shiheni, një libër me plot ngjyra, duke se janë edhe ngjyra vjeshtë këto, nëse e figuratizojmë. Është autoria e njohur si studiuese e dijeve historike, zonja Sabile Keqmezi Basha, një mike e dashur e shumë prej nesh, vazhdimisht e ka sprovuar penën e saj edhe në fushën e letërsisë si poete, si dramaturge dhe si romanciere. Kësaj radhe vjen me romanin e saj të dytë 45 letra për Martinën, është ndër veprat e rralla që përdor trajtën epositlare të letrat shqipe, dihet se romani epistelor përdor procedimin letrar të letrave që shkëmbehen mes personazheve të ndryshëm, por vjen kësaj radhe Basha për të krijuar një efekt narrativ shumë plansh, përdor dy nivele të kohës dhe të perspektivës narrative, është vajza që lexon letrat me përjetimet e pashprehura dhe reflektimin në të tashmen dhe reflektimin mbi të kaluarën që rrëfejnë letrat kund e kund, shfaqen edhe përmbysjet perspektivës dhe ndryshimit lidhjes mes vajzës dhe babait, përmes përvojës së saj dhe kujtimeve që ajo ka nga disa periudha të ndryshme kohore të jetës së saj, dhe dihet mirë që vajzat i bën të forta, jo veç, por në mënyrë të veçantë. Një baba i mirë. Një baba i mirë i fortë krijon, njëre prodhon, pastaj krijon vajza të forta. Dhe kur them vajza të forta, e kam për ndërtimin e tyre intelektual, jetësor, patjetër, dhe ndjeshmëria është ndryshe, gjithmonë udhërëfysi. Patjetër është nëna për çdo fëmijë, por të jetë babaja aty, të jetë krah vajzave, atëherë ato marrin vërtet flatra dhe fluturojnë të lira në hapësirë, sepse kanë shembullin e një mashkulli që i do fort në jetën e tyre, edhe kush më shumë se babai do vajzën. Kush keni vajza, e kuptoni, kështu që bukur. Urime Basha për librin, edhe dua që ta lexoni, secili nga ju ka kujtime patjetër me prindin e vet, i paqi në jetë do doja shumë, por edhe në qoftë se nuk i keni, ruani kujtimet më të bukura me prindin mashkull, kështu që patjetër që secili nga ne ka kujtime, edhe lidhjen ta ruaj të fortë gjithmonë aty. Shumë përmbajtësore. Ymer Elshani me Flak Roshi vjen tek botimet për fëmijë. Ja shihni. Ylli i detit, që ka emrin Flak Roshi, ju mund ta dedikoni për fëmijën tuaj. Ky libër është i se di kujt, por ju mund ta shënoni emrin e fëmijës tuaj. Flak Roshi ishte ylli më i bukur i bregut në New York të detit të pulbardhave, kishte 5 krah të bukur të purpurt. Shihni se çfarë ndodh me Flak Roshin dhe me botën e pafundme në New York. Opa, sa i bukur. Kështu që me shumë dashuri ju propozojmë sot. Ju e dini që shkrimtari ka lindur në Korotic të Ullët të Drenasit, ka diplomuar në degën e gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe ka magjistruar në lëmin e poezisë për fëmijë në Prishtinë dhe në fund të jetës ka punuar në arsim. Krimtarinë letrare filloi qysh në shkollë fillore nga 67 deri më 99, kur u vra mizërisht nga barbarët serb me gjithë familjen. Historia e familjes Elshani është një histori sa tragjike, po aq edhe lavdishme e popullit tonë, kështu që do doja që ta
lexonit. Botoi 11 libra për fëmijë dhe la pas shumë dorëshkrime që me shumë kujdes Teuta e bia sot i përcjell në mënyrë të vazhdueshme. Mbijetoi vetëm vajza, siç e thash pra, Teuta, e cila në atë kohë ishte studente në Prishtinë. Dhe po merret me trashëgiminë e pasur që i lajati, me dorëshkrimet që i lajati, ajo mbijetoi dhe po përcjell, si me thënë, amanetin e babit në këtë formë, duke edukuar brezat e rinj. Dhe ky është qëllim fantastik jetësor, me thënë të drejtën. Flak Roshi, 45 letra për Martinën, Ismail Sylla me leximin eseistik, Rrugë në gazetari e Debajës dhe Kudusi Lama, Ushtria Shkrimtare Kombëtare dhe Maqedonia. Çka tjetër? Lexoni, secili më i mirë sa tjetri. Por mjafton të lexoni. Kaq. Mirupafshim javës së vjen.